Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim, fillimisht do të shkojmë në Itali dhe më pas do të jemi në një kontinent tjetër. Por doa dritare për një 63 vjeçar vlonjat i cili është larguar që në vitin 1992 nga Vlora drejt Italisë dhe jeton në Novara të Italisë. Por problemet me Shqipërinë e kanë ndjekur ndër vite. Ditën e sotme, 63 vjeçari me emrin Kastriot Stafili kërkon të bëjë një denoncim për atë që i ka ndodhur në Shqipëri. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë Kastriotin për ta dëgjuar denoncimin e tij. Kastriot, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, ju përshëndes edhe juve. Edhe unë desha thosha në fillim të përshëndes shumë për emisionin, ju shohim shpesh, por shumë shpesh, më shumë gruaja se sa unë, se gruaja është kapu. Edhe je bërsi e shtëpisë. E marrë në gjitha. Nëse mund të përmend një rast që na ka prekur shumë, ai asaj vajzës nga Librazhdi që jetonte në Tiranë. Ajo histori nga ka prekur shumë. Ishte me dy fëmijë që ndjekur nga puna, sepse ishte një qik e allakatur edhe qante dhe nuk mbyllte telefoni. Bëj fjalë për Marietën, mos gaboj, po janë histori të dhimbshme, realisht ato që trajtoj unë. I dashur Kastriot, të falenderoj në radhë të parë që më ndjek dhe sot je me mua, sepse ti ke një problem, prej kohësh jeton në Itali, por ke një problem që lidhet me Shqipërinë, me vendlindjen tënde qytetin e Vlorës. Mund të ma tregosh konkretisht problemin tuaj? Tani unë kam pas një shtëpi private në Vlorë. Po, në çfarë lagje? Sepse Aeroçakëri. Sepse unë kam punuar në ushtri edhe kur u ndan shtëpitë siç ndashin atë kohë, mua nuk më radha të merja edhe më dhanë një vërtetim që të veja në qofse ke parasysh ato barakat e pallateve që mbaheshin veglat e kështu. E qartë. Bëhet llafi për në vitet 86-87. Po. Edhe më futën atje, më dhanë atje, se sa isha i martuar. Edhe normale, rrethova dhe një qik shpinë me një gash, me kështu, si që ishte koha atere. Kur doli një ligj, që kush ka një shtëpi dhe ka një cokobor, mund të paguaj ato borin e kështu, prezantova letrat, i legalizova dhe shtëpit, edhe më dhanë dhe një cokë truar që unë e kisha. Dhe kjo ka ndodhur pas viteve 90? Jo, para vitit 90 kam hyrë unë aty. Kurse në 92-shin unë kam ikur në Itali, emigrova. Por kur e legalizove shtëpinë? Në çfarë viti? Jo, e kam legalizuar në 96. E pra, flasim pas viteve 90 ka ndodhur kjo e legalizimi dhe të pronës, se para 90-s e dim sistemin asaj kohe. Një qik emocionet, ku flasim me ju po, pas viteve 90. Në 96, dhe kur bën këto legalizime, unë bleva dhe oborin si pas ligji që ishte në atë kohë. Edhe emigrova unë. Unë emigrova, më tha gruaja se lash gruan i kam emigruar vetë një në fillim. Po, dhe pastaj morën dhe gruan. Dhe paske një jetë të tërë në Itali, paske ikur që në 92-shin. Po, 30 vjetë, po. Edhe e lash të shpinë atje, mbas disa kohësh, që ne venim për vizitë, sepse atje kemi pas dhe një aktivitet si lavazh makinash në obor e ku di unë, kemi pas pretendime na njerëz që vinin, jo e shet, jo ke dokumenta, probleme kemi pas se aty ka jetuar gruaja, pastaj kur unë në 97 mora gruan, vendosën një nipin djalit e motrës, që ai merresh me këtë lavazhin si në ruajtje dhe për shtëpi. Dhe më telefonon nipi
na ka ardhur një fletë që për 5 ditë duhet të lironin shtëpinë në vitin e kam këtu në 08/6/2018. Nga inspektoriati i Vlorës duhet të lironi shtëpinë se do të zgjerohet rruga. E po thash unë, mbase është në një provokim si gjithë të tjera se na kishin ardhur ne me njerëz. Jo e shef, jo ke dokumenta, jo s'ke ti njësha unë, ish punoni në bashki. Si përfundim, na morën një pjesë të tokës, u prish muri. Që e kapi rruga. Dakor. E kapi rruga, edhe ne, ku shkova unë, se ne nuk mund të vemi sepse ndodhin këto dhe lë punën këtu në Itali dhe shkon me vrap sa herë të duash. Unë kam qenë në punë dhe punoj në një punë në një fabrikë. Nuk mund të lija punën, po ikim. Ne ikim një në vit edhe i programojmë pushimet. Kur i do, 2 javë. E kuptueshme. Shkova, po kur u prish shtëpia, kur më prishën shtëpinë, unë nuk kam qenë aty. U prish muri apo i gjithë shtëpia? Po, prishën dhe shtëpinë. U prish gjithë shtëpia dhe e zuri rruga. Mua nipi gojarisht më tha kap vetëm një pjesë rruge e prishën dhe shtëpinë. Kur u prish dhe shtëpia, pastaj shkova në bashki, do të dëshpërblej me kutjon, po për mendimin tim sepse më fal, po kur prishet rruga nuk duhet prishen dhe unë, se në një linjë me mua janë dhe komshit, si para dhe mrapa, unë jam në mes. Dhe sot që flasim unë, jam prishur vetëm unë, që nga 2018 deri tani. Dgjoj, i dashur Kastriot, nëse projekti i rrugës ka rënë në banesën tënde, pa dushim ata e kanë prishur se do kaloj rruga e re që është bërë në atë vit. Aman, ti si një pronar i asaj shtëpie, do paguash nga shteti, se je pronar dhe pronari ka të drejtën për të marrë parat që shteti ja mori pronën. Po, dakor. Aty do të të mi dhanë ato lek, e çmuan si e çmuan ata shëndësika, se bashkia ja vë vetë çmimin më të ullë. Ti mund të kesh vilën me plaka të mira, e ku ti unë në këte, po ata kanë referenca të tjera. Pas të metro kuadrat e katrorëve që ke. E di këtë gjë, ata... Po, më spjeguam kështu. Mirë po, më dëm shpërblyen për 170 metro katror. Tani problemi im është, në këto 170 metro katror dhe shtëpim, jo që unë nuk jam dakord në ato lekë që më dhanë ata. Më dhanë 60.000 milion. Po pjesën tjetër do ta marrësh më vonë, më thanë. Dhe që bëj, unë prit sot, prit nesër, prit sot për ne janë ndruar dhe ata... Kryetarët e bashkisë. Kryetari bashkisë, zyrat dhe sot që flasim, unë nuk kam marrë respons se ata kanë hedhur asfalt në pjesën tjetër, se janë 306 metro katror tokë dhe 82 që unë e kam këtu, i kam me letra. Pra, ti ke certifikatën e pronës, e qartë, e kuptoj. E shtëpisë edhe të tokës. Dhe po bëjnë gati 5-6 vjetë që ata kanë hedhur dhe asfalt në pjesën tjetër që unë jam akoma pronari tokës. Se ata e kanë bërë rrugën. Mi po pjesën tjetër jam unë pronar dhe e kanë asfaltuar, e kanë bërë. Unë kapa një avokat. Ai avokati... Atëre, të lutem, Kastriot, sa para të kanë dhënë nga 60 milion shi? Më kanë dhënë 54. Pjesën tjetër ata nuk e kanë çmuar, nuk e do t'i marrësh më vonë, do t'i marrësh sot, do t'i marrësh nesër. Dhe bëhet fjalë për sa para të tjera duhet të marrësh ti, nga e gjithë prona që të ka marrë bashkia për ndërtimin e rrugës. Domethënë, dhe sa para të kanë mbetur ty për të marrë? Tani ata më kanë vënë një çmim shumë të ulët që më kanë se këtu do dalë. Ky avokati, unë nuk ja dhash avokatit këtë problem, desha të më zgjidhte këtë se nuk isha i kënaqur për lekët që më dhanë.
Kurse ky e zgjati 3-4 vjet të muhabet, sa bashkia hodhi asfalt, bëri çdo gjë në tokën time, edhe unë sot figuroj me certifikatën në dorë dhe atje parkojnë makinat e lagjes. E kuptoj. Unë këtë desha të denancoj të ju dhe kam fituar dhe një gjyq, ky avokati më mori 3 milion lek, 3.000 euro, dhe më la në rrugë, unë s'desha t'ja hipja, ai më bënde presion në telefon, dhe ai e çoi në ujë në mullirin e tij, mori dhe lekët dhe më ka kthyer kuririn dhe nuk më jep asnjë përgjigje. Prandaj unë thash, flisja jenë me ju nëse mundet të më ndihmoni. E kuptova problemin, por dua të pyes Kastriot, në momentin që ti mori një avokat dhe ju drejtove gjykatës, me të drejtë, kërkon paratë tua, je pronari i asaj toke, bashkia e ka marrë, e ka shfrytzuar për rrugë, shumë mirë ka bërë, por do t'i jepte paratë të cilat të dha një pjesë dhe një pjesë tjetër nuk ta dha dhe ti nuk e ke marrë deri më sot. Në momentin që ju drejtove gjykatës me avokatin tënd, çfarë vendosi gjykata? Gjykata vendosi se normale me si i thon me metro kuadrati aktual, ai avokati kërkoi, nuk e di sa kërkoi, diçka mo 60-70.000 euro. Ata vendosën jo, do të japin 15 milion, 14 milione, se nuk më kujtohet mirë shifra, po çfarë që ka. Dhe unë fitova gjyqin. Dhe kur më mori avokatin në telefon, më tha, tani veprohet kështu Kastriot tha, në qoftë se ti nuk bie dakord, do shkojmë në gjykatë të lartë. Do apeloj. Apelohet shkalla e parë, kalon në shkallën e dytë. E qartë. Po. Dhe në këtë pritje unë rash dakord, ta apeloje. Ti marrë këto lekë dhe mos të kem më punë, se u mërzita të them të drejtën. Po. Nuk e apelova unë, jam dakord sa shumë të marrë lekët. Unë nisa shkoj në Vlorë, nuk më dha lekët, bashkia më tha e kemi apeluar ne. Dhe je akoma në gjyq. Se kështu i bie. Po, kam asnjë përgjigje, avokati nuk më jep përgjigje, puna ime mbaroi, unë jam në këtë pikë. E qartë, e kuptova. Kastriot, ti në momentin që ne flasim, je akoma në proces gjyqësor me bashkinë. Pra, shkalla e parë në Vlorë ka vendosur që ti përfiton 15 milion lek dhe ti ke qenë dakord që ky vendim të ekzekutohet, ti të merrje paratë dhe ta mbylli aty historinë, ndërkohë pala tjetër që në këtë rast është bashkia, nuk është dakord me këtë vendim dhe ajo e ka apeluar dhe ka shkuar në shkallën e dytë. Pra ti jeni një proces gjyqësor në këto momente me bashkinë e qytetit të Vlorës, sepse pala tjetër nuk është dakord për vendimin dhe ka të drejtë të apelojë, sikurse edhe ti nëse nuk do ishe dakord do apeloje. Ti je në proces gjyqësor dhe në këtë proces gjyqësor unë mendoj dhe dyshoj nga nuhatja ime, unë nuk jam avokate, por duke bërë rolin e gazetarës dhe ku u marrë me këto çështje, pa dyshim ka mësuar shumë gjëra. Unë dyshoj që zvarritja e gjyqeve, ti je fitus, ti ke fituar, dhe unë jam e sigurt që dhe gjykata e apelit, shkalla e dytë, do lërë në fuqi vendim shkallën e parë. Jam e sigurt për këtë gjë. Por, duke u zgjatur në kohë, ndodh kjo gjë. Zvarriten gjyqet. Ti 4 vjet e kishe me shkallën e parë, gjyqin derisa doli vendimi. Do zvarritet dhe kjo shkalla e dytë një 4 vite të tjera, dhe ky kryebashkiaku aktual e mbaron mandatin dhe ikën ai. Padyshim, sepse fondet që ai ka sot nuk do të pagoj dëmet e kryebashkiakëve që kanë qenë më përpara tij, se kështu i bie. Ai sot do pagoj dëmet e kolegëve që kanë bërë gabimin. Dhe ai thot, në këtë mandatin tim, po e apeloj, ta zgjas në kohë, ti je i humbur në këtë rast, unë mbaroj mandatin, vjen ai tjetri të bëj çfarë të doj. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe në Shqipëri. Një pjesë e mirë e gjyqeve zgjate në kohë, njerëzit nuk marrin zgjidhje dhe pse mund të jenë fitues të asaj çështje gjyqësore, vetëm e vetëm që t'i kalojnë gjërat kështu. Ajo që unë të këshilloj, kështu është nuhatja ime, po të them është ajo që dyshoj unë. Ajo që unë të këshilloj është, duhet të gjesh një avokat shumë të fortë dhe shumë të mirë që ta mbyllësh sa më shpejt apelin,
sepse ti je në proces, pavarësisht se ti nuk e dashur të apelohet, por je në një proces gjyqësor se e ka bërë bashkia. Dhe ty do të rasti gjykata, se do jeni aty që sa të vendosi. Ti intereson një avokat shumë i mirë, e kuptoj që është kosto për ty, lodhje, por kjo është rruga e drejtësisë dhe nuk e çfarë bën. Dhe ty të intereson ta mbyllësh sa më shpejt të gjyq, që gjykata e apelit të lërë në fuqi shkallën e parë dhe ti të marrësh ato para dhe ta mbyllësh. Mos të kalosh në shkallë të tjera, të kalojnë dhe një 10 vite të tjera sa ti të arrish për t'i marrë ato para. Është jam apo si jam gjallë. Ti pat jetën e gjatë, por gjithsesi, unë të premtoj i dashur Kastriot që do konsultohem edhe me avokatët e mi, me ata që unë bashkëpunoj për raste të tilla ku ju marr mendimin, kërkoj ndihmën e tyre, do marr anën ligjore të tyre, fjalën e tyre dhe do të telefonoj pas kuintave se çfarë hapash duhet të ndjekësh. Sepse në parim ti e ke fituar shkallën e parë. Por ty t'intereson mos varritet më kjo gjë, të marrësh ato para dhe ta mbyllësh këtë histori. Inshallah, unë për këtë ju shqetësova se po vite të besoj. Sa dhe dikush tjetër që do zgjasi kjo punë. Do zgjasi, prandaj duhet të interesoj që të mbyllet sa më shpejt. Kur duan e mbyllin shpejt, kur s'duan e zvarrisin. Jetojmë në Shqipëri fatkeqësisht. Ti ke vite që je larguar nga Shqipëria, jeton në Itali, por Shqipëria 32 vite, dhe me ato që përgjojmë sa keq që më vjen. Fatkeqësisht për vendin tonë. Kështu që ta uroj me zemër, ti marrësh ato para, se është djersa jote, është prona jote dhe do mbetemi në kontakt për gjithçka bashk. Vetëm se kemi një problem të vogël që tani vjen gushti, ka pauza mbyllje në gjykatë, shtyhen seanca se njerëzit ikin me pushime dhe do të zgjasi pak në kohë edhe nga ana ime për pjesën e pushimeve. Por të premtoj që do flas me avokatët e mi dhe do jemi në kontakt për gjithçka. Inshallah të bëjmë në një gjë të më ndihmosh se ta uroj me zemër. Do uaroj sa të jetë jeta. Pres për tokën time, për legët e mia dhe këta e zgjasin. Unë pranova për ato lekë që thanë ata. Nuk e kuptëm se e kanë apeluar. Po është kuptimi që thatë dhe ju. Është e drejta e tyre të apelojnë vendimi kur si janë dakord, por gjithsesi do mbetemi në kontakt dhe do mi bësh të fala edhe zonjës, se kanë folur fillimisht në zonjën tuaj. Do mi bësh të fala. Jo më sa. Mirë. Do të them modetës, ka kohë që më thotë. Mirë, Kastriot, të përshëndes dhe të uroj gjithë të mirat. Faleminderit shumë, jeni e shkëlqyer. Bravo ju. Faleminderit. Mirë, e dëgjuam denoncimin e Kastriot Tafilit, ky 63 vjeçar i cili nuk po arrin dot të marrë lekët e pronës së tij, dhe pse Bashkia e Qytetit të Vlorës ka bërë rrugën në banesën e tij, në pronën e tij dhe nuk e ka dëmshpërblyer, edhe pse ka fituar një vendim gjykate të shkallës së parë, është apeluar t'i zgjatet në kohë që ky person të mos t'i marrë ato para apo t'i marrë pas shumë vitesh. Kjo është skandaloze në Shqipëri. Ja thash edhe vet Kastrioti që është vërtet një skandal sepse ka plot histori të tilla që më vinë në redaksi, denoncojnë kjo zgjatja e pafund ndër vite e gjyqeve dhe njerëzit nuk fitojnë të drejtën e tyre. Por uroj dhe shpresoj që ky 63 vjeçar t'i marrë sa më shpejt paratë e tij. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live sepse do shkojmë në Amerikë. Do hap dritaren për një 74 vjeçare e cila quhet Lushi dhe është tronditur nga vllai i saj i vogël, pasi vetëm përpara disa kohëve, në një moshë shumë madhore, ajo është bërë nën gjyshe, ka mësuar se nuk është motra e tij e vërtet. Një histori e dhimbshme, kur vllai ja ka treguar, dhe sot kjo 74 vjeçare kërkojnë të zbulojë të vërtetën e nënës së saj biologjike, pasi babai është ai që e rriti. Kështu që hap dritaren, e ftoj zonjë Lushi për ta dëgjuar rrëfimin e saj. E dashur Lushi, ti po më merr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, po. Dhe i lexova mesazhet e tua dhe kërkoje që të flisje me mua se ke një problem. Ke një problem që ka lidhje me Shqipërinë? Po. Po, mund të ma tregosh. Me familjen. Po. Unë vinja në një familje me 7 fëmijë.
Dhe para 2 vjetëve kam dëgjuar në vllain që unë nuk jam motra e tyre. Dhe pata si të rëndë, më duk si gjok, si lodër që ma tha. Se bëni që kësha ka shumë, e thashun që shkjo. Ti nuk e motra jonë, tha, po ti e vetme, nuk ke njëri, tha. Mirë, po këtë fjalë ma tha përsëri si vjetë, kur vajta me vajzën. I tha vajzës dëgjoj, tha, Lushi, tha, nuk është motra jonë, është vajzë e filanes. Më rasti bon, po nuk fola përsëri se të thash jam rritur me 7 fëmijë, kam qenë shumë e lidhur si zemër, jam shumë behar, i themi ne, shumë e dashur, dhe kam bërë shumë për të tërë, duke menduar që jam e familjes. Mi po i tha prap, vajza më tha, mam, ç'është kjo? Se po të thotë që e dyta herë në syrin tim që ti nuk je motra jonë. Kërkoja, tani e marrë telefon, i them, të lutet motra, më tërgojnë qik. Mirë nëna, që unë nuk jam me nënës tënde. Po babai, kush është? Më tha, babai o të shpilani, i njëti, që më ka bërë mua, të ka bërë dhe ty, tha. Po mirë, si shpuna, më tërgojnë qik, e thash. Babai o të ka pasur, tha, edhe nënën time, tha, edhe nënën tënde. Edhe pas dashnore, edhe tha këshu, pa gjithë keq. Mi po ishte shumë e rëndë për mua që dëgjova, se unë këtë grua që thot ky, e kam parë në shumë vuajtje. Dhe nëna mua gjithmonë kur më thoshte këtë fjalë, më thoshte kështu, kam dëgjuar në nëna ime, që kjo të uren ty shumë, më fuse urretin për këtë grua, kur vinte kjo në shtëpi. Sepse ishte pa njeri, pa fëmijë tjetër, pa burr, dhe kjo nuk e respektonte si ishte për të respektuar. Nuk i jepte as ujë. Dhe mua më bënte përshtypje dhe është mos i folti se ajo ty të urren se ka pas një vajzë sa tyje. Dhe unë për këtë të morë në telefon dhe dua të di që është dhe si është. Se gjithmonë nëna ime këtë shprehje më thoshte. Ti mos i fol, sepse ajo të urren tyje, sepse ka pas vajzën e saj në moshën tënde, edhe nuk e ka gjetur më kurrë. Kjo ka qenë e persekutuar në 2000 që doli, kur u bën ato 99 2000 që doli, na burgu me gjithë burrin e saj, kishte qenë e martuar, vjente nëna ime në shtëpi, ashtu quajtur nën. Dhe i thot asaj, kush se kam kërkuar më i motër, po nuk e gjeta kurrë, thoshte. I thash, më ima, çfarë thot kjo? Ku se kam kërkuar? Kjo ka pas një vajzë, edhe më tërgoj historinë. Baba jotë, tha, në moshën 14 vjeç, tha, edhe burin, jetonte me baban tim, gjithë jetën, e përfitoi këtë mashkull, babai jotë e ka përdhumuar dhe në moshën 14 vjeç. Mua sikur më thaj një thik në zemër që ajo tha ashtu. Po pastaj i thash, ajo tha, u largua, tha, edhe më mori mua pastaj, tha. Do me thënë, ai, babai im ka qenë i dashur, i dashnor, thuaj, se s'mund të flas, është shumë fjalë e keqe. Edhe nënës time, sipas saj, ajo është nëna ime, dhe po kjo nuk kishte thënë kur që ishte nëna ime. Kjo thoshte të urren, të bën, gjithmonë fuse urrejtjen, edhe unë nuk e përkraja, nuk di asnjë gjë për këtë femër. Ere parë që dëgjova nga vllai im, që në ti nuk je motra jonë. Tani nga i ka marrë vesh ky, se mora i thash, më tregon. Ky thotë që e ka marrë në një njeriu vet, po nuk e mendoj ashtu. Mendoj që nëna ime e shprehur me këtë djalë. Sepse mi 7 fëmijë. E dashur, e qartë, po të dëgjoja me shumë vëmendje. Pra, kohët e fundit vllai të ka thënë që nuk je motra jonë, je motra e tyre se jeni nga babai, sigurisht, por nuk je motër prej nënë dhe babai, dhe këtë histori, le të themi, ti e ke dëgjuar edhe kur ke qenë e vogël në shtëpi, ku ajo zonjë që të ka rritur, që ti ke thritur nën,
të ka treguar një histori të kësaj zonje tjetër që i bie tjetë nëna jote biologjike. Po. Ndërkohë, prindrit e tu, flasim për babain biologjik edhe për nënën që të rriti, Njerkën, kështu quhet në Shqip. Po. Jetojnë sot? Jo, kam vdekur të dy. Babai më ka dashur shumë. Edhe gjithmonë thoshte, ti e ka fshit e parë. Ndërsa e ashtu quajtura nën, më thoshte, ti më ke rregulluar jetën. Sepse nëna ime, ajo që më ka rritur, Njerka nuk bënte fëmijë në kohën që u martua me baban tim, po kishte një fëmijë me burrin e parë. Edhe ajo vajzë ishte 5 vjeçe. Dhe ai, pse thot ajo rregullatore, sepse ai kishte dëshirë fëmijë me nënën time, nëna ime nuk ishte bërë. Babai ty nuk të ka treguar asgjë, ai është larguar nga kjo jetë dhe ti nuk e mësuar asgjë. Por edhe ajo nën që të rriti nuk të tregoi asgjë. Asnjëherë. Më fuste urrejtje. Më thoshte ajo nuk të do ty se ka sur një fëmijë tjetër në moshën tënde. Po kjo se besoj, nuk e besoj. Por kjo zonjë që vinte në shtëpinë tuaj, se është pak e çuditshme. Nëse babai jot ishte martuar, nuk do ta pranonte në shtëpi nënën tuaj. Babai ime ka dashur shumë atë, si tregon mama ime. Babai jotë e përdhunoi atë, tha, dhe në kohën që iku i dërgoi një letër të dashuroj deri në vdekje. Është çatë mos i tragjedi e madhe. Edhe mësova në një moshë shumë të madhe. Jam 74 vjeç. Ishte shumë e rëndë për mua. Dhe 100 vjeç u bëvsh dhe e kuptoj që në këtë moshë të zbulosh një të vërtet tjetër. Është e rëndë. Dhe nuk dua gjë tjetër, dua të nxjerr përmjet jush që është nëna ime dhe paktën të vetë ti bëj një bar tamam, edhe ti çoj ca tufalule, si tjetër. Se zonja ka vdekur. Logjikisht i bie që ajo ka sjell në jetë fëmijën, ju ka sjell ju në jetë dhe ju ka marr babai ju ka rritur. Jo. Ajo vetëm mua. Ajo bëri një fëmijë sipas nënës time, bëri një fëmijë dhe ai fëmijë nuk dihet ku ishte. Kjo e kërkonte. Dhe kur doli kjo se ishte e burgosur politike bashkë me burrin, erdhi tha nënës time, kush se kam kërkuar më Ylvie, tha, po nuk e kam gjetur kur, tha. Në fillim fare ishte fëmijë 14 vjeç, kur babai ime ka abuzuar. Ka vajtur për vizite nëna ime dhe e ka abuzuar atë në moshën 14 vjeç. Dhe ky fëmijë ka ardhur në jetë dhe sigurisht ty të ka rritur babai, të ka marr babai dhe nëna ka qenë në burg dhe nuk e ka mësuar. Nuk i di, unë jam enigm tani. Se vëlla im tha, nuk je motra jon. Çfarë është bërë? Se ajo ka qenë e përdhunuar, nuk ka qenë e martuar, ka qenë dashnore babait tim. 14 vjeçe. Ai e përdhunoi. Ai bën krim që e përdhunoi 14 vjeçare. Kështu që, ndërsa kjo e mbajti. Ndërsa ajo iku. Iku e tani. Ajo iku dhe ishte pa përkraj. Prindrit se përkranin, motrat se përkranin, asnjëri se përkrante. Por çfarë dini për këtë zonjë? Ajo u martua më pas? U martua. Ajo u martua më vonë, ndajti 12 vjet martuar me atë, dhe në fund kërkoi tentativa ratisje, si në përpara që bëheshin. Deshte një jetë më të re, bashkë me burrin e saj, iku i kapën. 12 vjet burg ka bërë. Dhe kur është kthyer në burgu, ka qenë dhe mamaja ime. Mamaja ime se ka përfillur kur ka ardhur. Edhe ujin dhe gotën e ujit nuk i hipte. Por se logjikisht, e dashur Lushi, logjikisht, një grua që është abuzuar seksualisht nuk do vinte kurrë te dera e atij burri. E ka dashur. Ishte fëmijë. Ku dinte ajo? 14 vjeç. Ajo ishte pa fajshme, ishte 14, faji ishte kësaj. 14 vjeç. Ajo s'kishte rrugë tjetër. Nëna jo, pa njeri, ku të vente? A solli në jetë? Motra tjetër se... A solli në jetë fëmijë të tjerë? Ajo jo. Nuk solli. Ndërsa nëna ime bëri mbas
nuk mund të them mbas meje, se nuk e di të vërtetën, lindi mbas 5 vjetëve të mia, lindi një motor që kam unë, lindi një motor, i vdiq, lindi një tjetër, i vdiq 2. Edhe pastaj lindi kokla. Edhe 4 i kanë vdekur, 4 fëmijë kanë vdekur. Na mirësia që do ketë bërë. E dashur Lushi, e kuptoj që je e lënduar. Shumë. Por Ta kisha marrë vesh më përpara do ishe shumë mirë. Sepse unë jam me 3 operacione në zëmër. Gjithsesi, Me i të dua të më nxjerrësh, të më ndihmosh. patjetër. Edhe mendoj se do më ndihmosh. Ajo që unë dua të pyes është sepse shumë e rëndësishme të gjejmë rrënjtë tua biologjike. Ju e dini kush është, sepse vetëm një analiza DNA-je e vërteton. Okej. Por, duke Analizë, ditur që ti ke motra dhe vlezër, je rritur në atë familje, ke plot kushurinj, unë jam e sigurt që dikush e di të vërtetën. Vetëm bëri mi vogël, më tha, po prap nuk mund të kesh i sinqert, se më tha për një që ka vdekur. Më tha që Lushi nuk është vajze Ylvijes. Me thë, unë nuk jam vajze kësaj nënës, ti me filanen nuk e motra vëlla. Edhe këtë më tha muaj, edhe 10 edhe si 10. Por mendoj që persona të tjerë në familjen tuaj që e njohin historinë do ta dinë. Do të tegoj një gjë tani. Unë kam qenë shumë e dhënë me motra, vlezër, për shkolla, për kështu, i kam ndihmuar për gjithçka, se kam pas burr të mirë, edhe kam qenë në punë të mirë vetë. Dhe tani ka ca kohë, një 2-3 vjeta më shumë, më janë larguar. Nuk kisha dashuria që i mbaja fort, i ndihmoja për gjithçka, për gjithçka. Ndërsa vllajti dha shtëpinë për 8 vjetë ma përdhunoi shtëpinë fare. Da pa pikë interesi. Unë e pash që ishte vetë si tu esh, do me thënë nuk ishte në gjendje të mirë, jo se s'kishte lek, kishte lek, po nuk deshte të mirëte, edhe i thash mbaje ti që motra shtëpinë. Sa të kesh nevojë mbajti. Ma kishte bërë shtëpinë, o zoti i madh. Por prap ti Nuk është ai kudesja, ai dashuria si ka qenë, jo. Por prap ti je motra e tyre se keni të njëjtin baba. Jam motra atyre, por nuk e di se si, nuk mund të flas asnjë gjë. Vetëm di që më janë larguar. Të thash, kam bërë shumë për ta, ndash për të vegjën, ndash të mëdhej, po dhe një gjë, nëna e mua më ka abuzuar shumë. Si për shembull, në kohën tonë nuk ishin gjithë lavatriçe. E qartë. Më merr këto 2 torbat më dhaja, shko mi lanqë, mi bjerë me kuros, mi bëj, unë gjithë natën laja e kurosja që e nënës, se kisha nën, mendoja se kisha nën. Po shikoja me motrat e tjera, për shembull, jo, nuk ishte atë. Ndërsa vajzën e saj që kishte në burri parë, edhe atë ashtu e pëndet asaj. E lofte shumë. Atë dhe mua më kanë lodhur shumë. Pa te kishe të saj. A keti kontakte me vajzën e saj? Ka vdekur. A ka vdekur dhe ajo fatkeqësisht. Ka vdekur. Sepse Ajo ka 10 vite që ka vdekur. E kam dashur shumë, ka dashur shumë. jeni rritur në një familje. Bashkë, po në një familje. Kemi qenë shumë familje e folë, po kjo është mbajtur një sekret i papar. Nuk është folë asnjëherë. Mundohesh as, ai thoshe mos i fol që të urren shumë. Edhe kur doli në Burgu, ajo erdhi, kishte kërkuar gjithandej për fëmin e vet, edhe tha që aman moj, thas, ku s'kam vajtur, ku s'kam kërkuar ta, nuk e gjeta dot. Çfarë thot kjo, i thash unë? Po të kam thënë, tha, ti se ishe shumë e zgjuar. Të kam thënë, tha, që kjo ka pas një fëmijë në moshën tënde, prandaj dhe ty të urren. Faktikisht nuk ishte grua që urrente, ishte shumë e dashur. Ndërsa tani vllai i vogël më thot, ti ngjan na zëri, ti ngjan na fytyra dhe na rrudha. Unë jam 74 vjeç, po këtë më thon. Ti ngjan na trupin nuk ngjan, sa ishte trup shumë bukur, jo trupin tim, sepse unë jam me operacione, ishte e shëndetshme. Kështu që nuk di si më të them. Sepse është një çik shumë e rëndë kur e merr vesh edhe në moshë të tillë. Po unë dua vetëm që të di kush është realiteti, motra i men, motra mam që kam, s'kam as motra as vlezër. Shumë tha vllai. Ti tha, në sy të vajzës, nuk e as motra as vlezër. Ti je vetëm e thënë dhe je vajzë finlandes. gabim ka bërë në mënyrën se ka thënë se ti ke motra dhe vlezër, i ke nga babai dhe ata quhen motra dhe vlezër.
Po. Kështu që ka bërë gabim Po në unë mënyrën bëj se më shumë se sa ata. Kam bërë gjithë jetën më shumë. Kam qenë e abuzuar si motër në ime, në gjithë. më vjen keq Do sinqerisht. bëja gjithçka. E dashur Lushi, në momentin që familjarët e tu nuk të tregojnë të vërtetën, ndoshta ata janë të vegjël në moshë dhe të rriturit, ata që e dinë historinë si baba juaj kanë vdekur, të gjithë, besoj, sepse është e sigurt që këtë histori e dinë familjarët e tu që ndoshta nuk jetojnë më sot për shkak të moshës. Mendoj se edhe një motra e katërt, edhe ai duhet ta di, se ai ka jetuar me njerëz të nënës time afër. Ka qenë shumë e futur me ta. Ajo, po nuk më ka treguar ku. Po shikoj tani që më janë larguar. A ke tentuar ti të flasësh me motrat e tjerë për t'i thënë çfarë të ka thënë vllai i vogël? Jo. Por pse s'e ke bërë? Se jemi larguar. Ti nuk e kontakt. Interesat, gjërat kështu e shtyen. Ti nuk e kontakte fare me ata? Jo, nuk kam kontakt. Sa kohë bë që s'ke kontakte me ta? Mundohen të më ndërhyjnë me fëmijët, të afrohen, të bëhen, por kam kontakt me mua. Sepse gjithë e rëndësishme është të gjendet nëna, familja e nënës. Nëna, po edhe unë atë dua. Ajo ka ndruar jetë, por... Jo familje e nënës, nëna ime, se ajo ishte e vetme. Ajo ishte e braktisur në prindrit, e braktisur në motra ime, mamaja ime, dhe kur vinte ajo, si kur vinte kjo, nuk e përfilte, si të asuin kur vinte. Që njëri u jep një botës fare, i thot, pi një kafe. Hajtë se një lote, pika, jo. Po thoshte një shpreje shumë të keqe, sepse ajo përfundoi lypse. O, sa gjuna. Rrugëve. Por nëna që të më vjen shumë keq. Nëna që të rriti, nuk e lidha asgjë me zonjën, me nënën tënde biologjike. Jo se lidhte, po kur vinte nuk i jepte një kafe. Edhe ajo se pranonte, ndoshta, po ajo nuk pinte një kafe në shtëpi të babait tim. Dhe baban tim nuk e linte që të komunikonte fare, që shumë ishte zgjuar shumë. Sepse ajo ka ndruar jetë dhe sigurisht mbase të ka kërkuar me vite të tëra dhe nuk të ka gjetur dhe nuk e ka ditur që vajza e saj rritesh tek babai i vet, nuk e ka ditur këtë gjë. Për shkak të burgut që ka bërë, sigurisht. Por familjarët e saj mund ta dinë këtë histori. Familjarët e saj. Të thash, ndoshta nuk di çfarë të them. Nuk di, unë di vetëm të që më janë larguar, për shembull, kam bërë shumë për të gjithë, dhe më janë larguar të gjithë në bash, vetëm për interesat, me thënë. Koha që vetëm interes për ta. Edhe më tha, i vogli me tregoj të vërtetën. Po ma tha vjetë, ma tha dhe si vjetë në sytë vajzës. Vajza tha, stap ma, qa ka? Ta gjesh se duhet gjetur. Se janë rrejnë të tua biologjike, është e vërtet, ti duhet dish kush është nëna jote e vërtet. Por gjithsi, Lushi për... Po. Më ka dhe këtë vërtet, që baba e jotë dhe imi kanë pasur 2 dashnore, 2 motrë. Ajo ishte pa për kraje, dërsa kjo ishte me për kraje. Dërsa ajo s'kishte për kraje, nuk e për kraje njerëzit e saj, fare. Ishte vetëm 14 vjeç. Është fatkeqësi për atë grua, po ky është realiteti dhe më vjen keq që këtë realitet e zbulon sot në këtë moshë. Unë të jap një këshill. Ndoshta motra dhe vëllezërit janë larguar, por mund të kesh ndonjë teze, ndonjë xhaxha. Kanë vdekur. Kanë vdekur. Të gjithatë. Ka pas një motër, nëna ime, ka vdekur ka 20 vite. Mama ime ka 15 vjet që ka vdekur, po asnjëherë nuk më thoshte fjalë të vërtetën, asnjëherë. Vetëm kur vinte ajo e përbuste. Janë kujtimet që kanë ngelur në mendjen tënde. E qartë, e kuptoj. Imazhet e asaj gruaje që dyshohet se mund të jetë nëna jote biologjike. E dashur Lushi, merr guximin, përposhtë se motrat e tjera, vëllezërit e tjerë janë larguar prej teje, merr guximin, t'ju shkruash dhe t'ju kërkosh nëse ata Jo, nuk dua të shkruaj se kam bërë shumë për ta. Kam bërë jashtëmase. Kam bërë jashtëmase për gjithçka. Kam qenë shumë e zonjë në moshën time, kam punuar shumë. Burin e kam pas shumë të mirë, më ka shtyrë për shkollë, për punë të mirë, për gjithat mirë, edhe më kam pas zili. Tani më kanë zili fëmijët.
Fëmijët kam shumë të mirë, njëri më mirë se tjetri, kështu që ti e kupton se si shkohet tani. Çdo gjë është një interes, apo jo? Kjo është fatkeqësi. Lushi, unë e dëgjova me shumë vëmendje historinë tuaj, padyshim që do bëj përpjekjet e mia për të gjetur anën e nënës tënde. Do më shkruash në numrin tim personal emrin si dyshohet ajo zonjë, vendin ku ka jetuar, të gjitha të dhënat që unë t'i kem dhe uroj të gjej një pjesëtar të familjes së saj që mund ta njohë këtë histori dhe ajo që është e rëndësishme është për të bërë një analizë DNA-je, por me kë do ta bësh kur nëna ka ndruar jetë. Duhet gjetur një shumë person i familjes, shumë i afërt për të bërë një analizë ADN-je, më kupton? Sepse ajo nuk ka lënë fëmijë. Jo, s'ka lënë fëmijë. Fatkeqësisht nuk ka lënë fëmijë. Mendon, si mendon? Më jep kohë ta mendoj, më dërgo të gjithë të dhënat e nënës tënde biologjike, ajo që dyshohet kush është, më dërgo të gjitha në WhatsAppin tim personal, vendi ku ka jetuar, vendi ku është varrosur, emër mbi emër, emrin e babait tuaj, të gjitha këto dhëna e dashur dhe do mbetemi bashkë në kontakt për të vazhduar në ditët në vijim që çfarë mund të bëjmë për këtë histori. Kam shpresë se do t'ja dalësh si gjithçka. Faleminderit dhe uroj me zemër që ta zgjidhësh dhe ti. Dua të vëj një tuf me lule, se mua lulet më vinë gjithmonë nga fëmijët. Edhe atë dua një tuf lule e të rregulloj varin, se kanë bërë shumë të thjeshtë, shumë si njëri pa njëri. Arritin në lypse. Dhe kur vete të kjo e shqyquajtura nëna ime, i të në lekët që mblidhte, i të asaj. E nda cake se nuk ishte familje, nuk ishte pasaj, si njëri pa njëri, themine. Nuk e përfil të njëri. E qartë. Tragedi. Ka bërë një jetë të vështirë. Kuptohet ajo shumë vështirë. Që fatkeqësisht është larguar nga kjo jetë, por dyshoj që është dhe nëna juaj. Mirë, do mbetemi në kontakt. Por gjithsesi, ti sot jeni një moshë madhore që vërtet mund të jesh zhgënjur dhe ke mësuar këtë histori dhe e tronditur, por Zoti ty s'ka bekuar. Po, më ka bekuar, se kam fëmijë të mirë dhe kam pas burr shumë të mirë. Zoti t'ka bekuar me familjen tënde. Besoj që gjithë të mira. Ta gjej që kush është nëna ime që më mbajti në vark. 9 muaj dhe jam rrëmbyer për jetën më të mirë të ashtuquartë njerëk që të bënte jetë. Prandaj ajo më rrëmbeu mua, ja rrëmbeu nënës time edhe mori për vete. Pastaj mas shumë viteve lindi se nuk linte. Fëmijën e parë kishte me burin e parë dhe me baban tim nuk linte ajo. Më pas solli një jetë. Por gjithsesi, unë besoj në Zot, gjithë të mirat e asaj zonje që ka vuajtur, Zoti t'i ka dhënë ty. Inshallah do Zoti. Mirë. Zoti, të them të drejtën, nuk flet gjumë fare. Çdo ditë në orën 1 natës ngrihem edhe mendoj si mund ta bëj njeriu për njeriun e vet, një krim të tillë. Ky është krim që ka bërë nëna ime. Është krim, ti marrësh fëmijën tjetrit është tragjedi. Duhet të qetësohesh. Nuk mund të marrësh një lule ose një kafe, nuk mund ta marrësh pa thënë. Jo të marrësh lulen e fëmisë, të motrës tënde, të shpirtit tënd. Po bota ka të rrezuar, është të rrezuar. Bota është më poshtë tani. E qartë, prandaj po të them që qetësohu, do të bëj dhe një pyetje, se akoma se kanë kuptuar. Nëna që të rriti, e kishte motor nënën biologjike? Nënën time? E kishte, nëna ime e kishte motor. Dhe ka jetuar me baban tim në fillim mamaja, sa ishte martuar, kjo, e quajtura mama. Sa ishte martuar, dhe motorën për vacation, si i thonë. Edhe i vet i ke në punë, tani të flase, ti e zonja, je shumë e mirë me këto punë, veti i ke në punë dhe i lëmeze. Nënën time ja lëmeze në shtëpi babaj tim. Djalë i ri, 20 vjeç. Ai e përdhunon. Dhe kur vete kjo që shikon, me zi hape derata, edhe babai jot e përdhunoi, tha motrën time. Unë e rra këme, edhe e tërgon të si të rimërit që e kështë rrallë. Pa i ne kishe nëna, do me thënë, kjo njerka ime që e la me burin. S'lejet njeriu me burin e me. Njerka jote është tezja jote? Nëna ime është tezja ime, po, tezja ime. Tani e kuptova. Edhe ishte e martuar me baban tim në atë kohë. Dhe e mori motrën, do me thënë kjo që unë pretendoj që kam nënë,
e mori në shtëpi për vacation. Se sa ishte martuar, e mori, edhe la aty, i ku në punë, do vende në punë 8 orë. Dhe 8 orë e la me baban tim. Ai kishte bërë poshtërsinë më të madhe që kishte prodhuar. Kunatën e tij, që është nëna juaj biologjike. Tani e kuptova qartë, dashur Lushi. Jam e sigurt që familjarët e nënës tënde që të rriti, tezes dhe asaj biologjike që ka ndruar jetë, të dyja ka ndruar jetë, familjarët e din. Dhe dikush... Moshja e tyre nuk është asnjë. Por fëmijët e tyre, se unë jam e sigurt që kjo histori është treguar në familje dhe fëmijët e kanë mësuar. Është treguar, vëllai im thotë që ka thënë një gjyshe shokut vëllait tim. Djalit të vëllait tim. Vëllai im i vogël, shoku i vëllait të madh. E kuptova. Gjyshja e shokut vëllait të madh i ka thënë që Lushi është vajza e rrehes. E qartë. E kuptova historinë dhe që nga vërtet një tragjedi në gjithë ato që ka ndodhur në ato vite. Por do mi shkruash të gjitha në privat ato që të kërkova dhe do mbetemi bashkë në kontakt, Lushi. Je shumë e mirë. Faleminderit. Paç sukses edhe qofsh gjithmonë e lumtur. Dhe unë të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim, dashur. Faleminderit. Faleminderit. E dëgjuam rrëfimin e kësaj 74 vjeçare, ku rrit nga Tezja, pasi babai kishte abuzuar me kunatën, që është nëna e saj biologjike, dhe ajo që kërkonte zonja Lushi ishte ta zbulonte këtë të vërtet. Ai ishte nëna e saj, pikërisht zonja që vinte dhe kërkonte, e thënë ndryshe Tezja, por ishte nëna biologjike dhe ndërkohë ai u rrit nga Tezja, duke mësuar se ajo ishte nëna e saj. Histori shumë prekse, realisht uroj që të zbulohet kjo e vërtet, sepse dëshira e saj ishte që t'i çonte një tuf me lule tek varri dhe t'i rregullonte varrin nënës saj biologjike, që edhe pse e kishte njohur, nuk e dinte kurrë se ajo ishte zonja që e mbajti 9 muaj në bark. Uroj të zbaret kjo e vërtet. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, jeni hasur me një padrejtësi, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim, ku çdo paradite, tashmë e kam thyer tradit, ora 10 jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.